Mihri e Bra ka vendosur të mos heqë dorë nga skena dhe karriera artistike. Ajo vijon të jetë të jetë aktive dhe për këtë arsye ka interes mjaft të madh edhe për jetën e saj private. Ajo është mamaja e një djali të quajtur Plator. Miria ka rrëfyer hapur se dëshira e tyre së çift ishte të kishin një familje të madhe, por për shkak të komplikimeve shëndetësore dhe shtatzanive të dështuara në të kaluarën, Platori mbeti fëmia e tyre i vetëm. Tashmë që djali është fejuar, këngëtarja është bërë vjerë dhe këshilla e parë që ka dhënë nuses ka qenë: "Mua mos më thërrit kurrë nën, sepse këtë emër e meriton vetëm nëna jote biologjike." Përtej kësaj, dihet se gëzimi i çdo nëne është martesa e fëmijëve, por duket se këngëtarja që ka kënduar në dasmat e qindra mijëra të rinjve nuk do të mundet të këndojë në dasmën e djalit të saj. Por çfarë po ndodh me familjen e këngëtares? Ka qenë nusja e djalit, Tringa, ajo që ka bërë një njoftim, duke thënë se pas fejesës me djalin e këngëtares nuk do të ketë martesë. Ajo do të bëjë disa foto me bashkëshortin që t'i ketë si kujtim, por jo dasëm. Deklarata e saj ka tërhequr vëmendjen në publik, pasi shumë njerëz pristin që çifti të organizonte një dasëm madhështore, por nusja e këngëtares ka thënë një jo të fortë. Nuk dihet nëse Miria dhe Naimi kanë qenë dakord me këtë vendim, apo ky është një vendim i nusës dhe i djalit të tyre, por në këtë rast atyre nuk i mbetet asgjë tjetër veç se të respektojnë vendimin e të rinjve, edhe pse dëshira e tyre si prindër do të ishte një dasëm madhështore për të birin.